Meteorologët i japin parashikimin e fortë ja çfarë pritet të ndodhë në fundjavë. Moti i kësaj fundjave parashikohet të sjellë nuanca të ndryshme. Sinoptikanët shprehen se do të jetë një mot kryesisht i kthjellët dhe me vranësira të lehta dhe kalimtare. Kjo fundjavë do të jetë dinamike sepse do t'i kemi të gjitha nuancat përgjatë kësaj jave. Dita e sotme, sikur e kemi parë, ka nisur me mot të kthjellët, vijojnë të jenë prezente kthjellimet në pjesën më të madhe të territorit dhe në fakt pothuajse përgjatë gjithë 24 orëshit do të jemi nën bizotrimin e motit të kthjellët. Vranësira do të jenë të lehta dhe kalimtare, ndonse do të jenë prezente në zonat malore gjatë ditës së sotme. Nuk pritet të ketë rreshje. Sa u përket vlerave termike, mëngjeset vijojnë të jenë ende të freskëta, madje ka pasur një rritje të lehtë të tyre, megjithatë minimalet në zonat malore shënojnë 0 gradë. Do të kemi një rritje të ndjeshme të vlerës në vlerat e mesditës. Të shtunën temperatura do të rriten menjëherë për shkak të ndryshimit të masave ajrore. Priten vranësira të lehta të cilat do të zhvillohen më tej gjatë së dielës. Ditën e fundit të javës do të jenë të pranishme dhe intervalet e rreshjeve duke pikturuar një tablo pranvere vjeshtë bashk. Sa i përket të shtunës dhe të dielës, pritet që gjatë natës të kemi ndryshime të masave ajrore. Tashmë kjo masë e ftohtë po largohet drejt vendeve lindore, duke sjellë një masë ajrore me origjinë perëndimore, e cila do të sjellë menjëherë një rritje të temperaturave, duke bërë që shtuna të ketë rritje me të paktën 2 deri 3 gradë Celsius në të paktën në orët e mëngjesit dhe të ketë rritje në mesditë. Presim që zonat malore të ngjiten deri në 3 gradë dhe maksimale të ngjiten në 22 gradë për gjatë së shtunës. Megjithatë, do të shtohen ndjeshëm vranësirat. Parashikohet që vranësirat janë prezente në pjesën e dytë të së shtunës, ku në disa zona veri perëndimore dhe të qendrës, përfshirë Tiranë, Elbasan, Librazh, të ketë momente të pakta me pika shiu. Dita e diel do të ndryshojë totalisht tablon e motit. Mbetemi me temperatura mjaft të larta, minimalet ngjiten në 5-6 gradë në zonat malore, maksimalet në 23-24 gradë. Dita e diel që nga mesdita në vijim do të sjellë zhvillim të vranësirave, rreshje më së shumti do të jenë rreshje për shkak të temperaturave. Në majet e maleve rreshje do të jenë në formën e dëborës. Parashikohet që herpasere të kemi ndërprerje të tyre dhe të intervaleve me kthjellime, kështu që dita e diel do t'i ketë të gjitha nuancat, si një ditë pranvere, sa u përket temperaturave, si një ditë vjeshte, sa u përket vranësirave dhe herpasere rreshje. Shpejtësia e erës do të jetë e lartë dhe do të sjellë probleme në trafikun ndetar.